Sot do t'jemi pjesë e një masterclassi, i cili ka si qëllim edukimin në klientelës shqiptare rreth verave të bardha, sidomos atyre të vjetëruara në barik dhe shumë të freskëta në të njëjtën kohë. Do të njihemi më shumë me kantinën Lisneris, një nga kantinat më të rëndësishme të zonës së Frulit. Unë që më dërzan me Shqipër, besu si grupit të më qajnë. Pas kaq kohësh në praninë e kantinës Lisneris këtu në Shqipëri, çfarë do të veçonit nga klientela shqiptare? Sa është përqafuar kjo verë? Siç pjesa më e madhe e klientelës shqiptare din që Lisnerisi ka rreth 11 vite në tregun shqiptar, ka qenë një fillim shumë i vështirë fakt për të prezantuar Lisnerisin në tregun shqiptar, për sa përket asaj që sot u fol gjatë dhe gjatë degustimit masterclassit që ne bëm këtu për sa përket raportit të vitit me verën. Dhe ne sot demonstrojmë klientëve tanë, gjithë restoracioneve që bashkëpunojmë ne, dhe individëve të ftuar që ishin sot këtu për të thënë që një verë e vjetër e bardhë është e masë e freskët dhe kjo ndodh te kantina Lisnerisi. Dhe kemi gati 5 vjet nga si një rrugtimi 11 vjeçar që klientela shqiptare sot e përqafon shumë fort dhe është përgatitur për një verë akoma më të vjetër që, siç e tha dhe zoti Alvaro, këto viti që vjen deri një verë akoma më e vjetër se viti 2009 nga kantina Lisnerisi. Sigurisht, siç e tha dhe zotëria, apo dhe ne nëpërmjet fjalëve që kemi mbajtur, është një nga zonat më të rëndësishme në arenën botërore për sa përket verave të bardha. Dhe jo vetëm për të bardhat, sigurisht për të kuqet, po e bardha në Fruli dominon në mënyrën maksimale të saj. Kantina Lisneris, çfarë sjell të veçantë, çfarë sjell ndryshe në portofolin e verave tuaja? Portofoli i grupit që ne përfaqësojmë lëmër komerciale është shumë i gjerë, në fakt, me thënë drejtën. Dhe për të gjetë një verë me këtë bardhën e vjetruar, ne kemi unikale kantinën Lisnerin këtu brenda. Pra është unike brenda portofolit tonë për verët e bardha në tillë trajtimi që bën nga kantina Lisneri në barrik me vera 3, 5, 10 deri në vitin 2009 që sot gjithë pjesa i degustoi nëpërmjet kantinës tonë. Sot degustuam disa etiketa, disa vera të ndryshme, e cila njëra ishte më e mirë se tjetra. Ju kë do të veçonit si më të preferuarën tuaj? Kur flitet për veçorinë e Lisnerisit, nga që kategoria e verave është me vërtet ekselente, është pak e vështirë. Po gjithmonë nuk do të veçoj për shijen time personale, kjo nuk diskutohet. Unë isha për një Chardonnay, në fakt, te kantina Lisneri, dëshiroj shumë Chardonnay-n e tij. Pavarësisht se vetë zoti Elvar është tifoz i Pinotit, por unë personalisht jam për Chardonnay Lisnerisit. Dhe sa i përket lëmë komercial, cilat janë synimet tuaja për të ardhmen mbase për një shtrirje më të gjerë edhe jashtë Shqipërisë? Po, ne siç e deklaruam pak më parë se të fillonte kjo masterclassi, ne kemi 2 vjet që jemi në Kosovë zyrtarisht. Fiksionimi jonë është që në vitin 2026 dhe jemi në biseda sipër Maqedonia. Ne si qëllim kemi shtrirjen e gjithë pjesës shqipfolse të shqiptarëve që kompania jonë të jetë prezente kudo.
Zoti Alvaro, si ka qenë bashkëpunimi juaj me LM Komercial, si do ta vlerësonit? Considero che alla base c'è una passione comune per lavorare con il vino e con il vino buono, non con il vino generico. Questa è una cosa molto importante che ci ha fatti prima conoscere e poi continuare un rapporto che ormai dura da 15 anni. Quindi io credo che siamo due realtà che vivono bene insieme e che possono andare ancora avanti bene insieme. Cila është veçantia e kantinës Lisneris? Io credo che ci sia dietro questo marchio, questo brand, ci sia il valore di una famiglia semplice che ha trovato nel vino il modo di portare la sua voce in giro per il mondo, ma senza voler fare le cose esagerate, ma facendo le cose equilibrate, che è la nostra idea principale è quella di fare le cose poco ma bene, è una regola. Nga përzidhja e etiketave, nga përzidhja e verave dhe nga sasia se sa konsumojmë ne shqiptarët verën, si do I gjukoni tregun shqiptar? Ma io credo che non si possa fare ancora una questione di quantità. In questa fase, secondo me, bisogna fare una questione di qualità. E la qualità è riuscire a portare questi messaggi, come abbiamo fatto oggi, direttamente a chi lavora con il vino. E questo vuol dire che abbiamo bisogno di tempo per lasciare che loro capiscano il nostro messaggio e lo possano trasmettere ai loro clienti. Non bisogna avere troppa fretta. Çfarë zbuluam sot më tepër nga ky masterclass? Çfarë risie solli? Quello che io volevo portare oggi qua era quello di far capire che il vino non è il risultato del lavoro tecnico in cantina, ma è il risultato della passione in vigna. È una cosa naturale il vino e il nostro lavoro, se noi siamo bravi, è quello di salvaguardare la natura e quindi il vino. Anche che i vini bianchi sono anche di annate vecchie e che l'età del vino dimostra che c'è una qualità dietro. Prima del 2021-22, anche 20, però non è. është një gris, Pinot Grigio, e 2009-ës. Çfarë ju bëri, çfarë ju kuriozoi që ta sillnit këtë kantinë në Shqipëri? Më kryezoi ideja që Friuli është një nga emblemat e Italisë me verat më të vështira dhe më të mira që ekzistojnë. Për ne është një kënaqësi të arrijmë për këtë lloj kualiteti që është shumë vështirë ta ndjekim ose ta kemi në disa kantina të reja, sepse bëjnë shumë pak shishe, sjellin risi në vendin tonë dhe gjëra që dhe ne me kantinat tona për të kopjuar. Cilat janë disa nga verat e preferuara për klientelën? Shqipëria është e fokusuar në verat e kuqe, sepse ky mentalitet dhe me peshkun ose me çdo lloj ushqimi ne preferojmë verat e kuqe. Ne prandaj bëjmë shumë masterclass, çdo muaj do bëjmë nga një të re, proprio për të ndryshuar dhe mendjen e njerëzve, për t'i dhënë që dhe verat e bardha dhe verat e vjetëruar të bardha ka një kualitet dhe do t'i japin një shije të ndryshme klientelës tonë. Verat më të shitura janë nga jugu, dhe këtë e dim të gjithë. LM-ja ka disa kantina, nuk di të vej emra sepse kemi shumë. Po preferuar e ime janë pjesa kantina Nativ, pëlqet kantina Nae, Fantini, kemi disa kantina me këto lloj rrushës që pëlqet në Shqipëri. Nga verat që provuam sot, kë do të veçonit si më të veçantën dhe më të pëlqyerën për ju? Atëherë, ne jemi njohur me Alvaron, me kantinën Lisneris, jemi njohur me anë të verës Konfini, që ka qenë dashuria ime e parë
për kompleksitetin që ka kjo lloj vere dhe për përfumet shumë të forta. Dhe mendova që është një nga verat që do të pëlqenin në tregun shqiptar. Po për mua ishte një nga dashuritë e mia të para, prandaj është vera ime më e preferuar. Zoti Dashamir, mirë se ju gjej, duke qenë se ju merrni pjesë në shumë degustime, takime si ky i sotmi. Si do e vlerësonit këtë masterclass? Është një nga masterclasset e veçanta, shumë profesional dhe me të gjitha i mirë menduar për terrenin shqiptar, për atë çka solli si risi, duke na shprehur më së miri gjithë atë që jep Friuli në vetvete, por dhe vetë kompania për sa i përket kultivarëve dhe mbi të gjitha teknikave të prodhimit të verës. Çfarë note do t'i vendosnit? Si do i vlerësonit kantinën Lisneris? Është një nga kantinat emergjente të shkëlqyera me vizion të qartë dhe me filozofi të saktë. Kështu që Spari meriton për atë çka është këtu, meriton notat maksimale. Për sa i përket cilësisë produktit, është një nga verat vërtet të veçanta, interesante, shumë cilësore të Friulit. Kështu që vlerësimet janë gjithmonë maksimale. Kemi kuriozitet të guxojmë me verat apo jemi thjesht konsumator? Në fakt, fati don që ne shqiptarët jo vetëm të guxojmë të konsumojmë produkte të ndryshme nga shtete të ndryshme, por kuriozojmë shumë. Kështu që risia e sjell ishin vera të viteve të veçanta, siç ishte rasti i verës së vitit 2009, apo vitit 2020, apo vitit 2019. Pra në një farë mënyre, këtu tregua tregut që verat e bardha nuk duhet thjesht të konsumohen në vitet më të reja, por ka teknika të veçanta të prodhimit dhe kjo ishte një nga kompanitë që në fakt solli këtë risi. Dhe fati don që ne shqiptarët kuriozojmë dhe guxojmë.